e provës si që është përgjimi. Dhe para këtij, policia shqiptare ka shkëmbyer informacion për identifikimin e anëtarëve të grupit me policinë greke. Në rregull. Pra ju e dinit që Kelmend Balili kërkoi nga policia greke. Jo, ka qenë pjesë e hetimit pra të policisë greke. Kur një person është në hetim, mbahet dhe në nënvizhgim nga policia? Në distancë? Sipas rrethanave, nëse kërkohet grumbullimi i provave me të cilat ai mund të ketë kontakte, Shtypi grek ka deklaruar që kur oficerëve shqiptar ju është thënë emri konkret i Kelmend Balilit, ata kanë qenë mjaft të shqetësuar dhe kanë thënë që është person me lidhje të forta politike. Pra policët shqiptarë, sipas Shtypit grek, i kanë deklaruar autoriteteve greke që në fund marsit, thotë Taneam duket ishte, thotë që e kanë deklaruar që ky është një person i fuqishëm me lidhje të fuqishme politike. Zoti Fevziu, përderisa komunikata zyrtare e policisë greke konfirmon që ky është një hetim i përbashkët, do të thotë që autoritetet greke kanë vlerësim për punën e bërë nga autoritetet shqiptare. E para, e dyta, unë nuk mund të komentoj tash se çfarë thon mediat greke, të cilat realisht kanë prishur punë për të çështje, pasi po të mos identifikohet deri në transmetimin e letërporosisë, ai mund të ishte arrestuar me lehtësi nga ana. Vërtet që keni patur informacion nga DEA që Kelmend Balili po do të shpërndante një sasi të madhe kokaine që silte nga Ekuadori. Fotoja, më thot Armand Shkullaku që ka publikuar, është bërë fal në datën 18 shtator, në një dasëm ku kanë qenë dhe eksponent Partisë Socialiste. Dhe në gjithë familjarët e zotit Balile. Dhe është dhënë qatë natë lajmi, thot. O Blend, edhe një herë... E kemi publikuar qatë natë lajmi. Dikur është publikuar, po... Blend, prit vetëm ta mbaroj vetëm të çipit. Është e vërtetë që oficerët shqiptar kanë thënë që ky është një person i fortë dhe me lidhje politike? Jo, absolutisht jo. Mund t'ja bëj një pyetje? Pra, është për gënjeshtrim për Shtypin grek? Po, sigurisht. Po, Klodiana. Nga prokuroria kam një informacion që policia shqiptare ka patur informacion që Kelmend Balili nga DEA amerikane sigurisht ka importuar nga Ekuadori sasi të mëdha të kokainës dhe për këtë arsye ka patur informacion që herët lidhur me këtë person. Ndërkohë, nga policia e shtetit më thonë që në prill të 2013-s, policia e Vlorës dhe në bashkëpunim me strukturat qendrore kanë referuar konkretisht emrin e Kelmend Balilit për trafik të lëndëve narkotike, kryesisht hashash. A ka informacion, thot zoti Qipa, lidhur me këtë referim që është bërë dhe ku kanë përfunduar hetime? Silte kokain nga Ekuadori? Kokaina nga Ekuadori që do shpërndahet në treg, bëj fjalë për tonelata kokain, më thonë, është burim... Prandaj është fut DEA, se DEA për hashash në është burim shumë i sigurt nga prokuroria për krime të rënda, dhe thotë është i informuar policia që në mars të këtij viti, në fal të 2016-s. Po, atë pranoj që në mars.